se këtu flitet shumë për gjithçka edhe për fat keq bëhen fakte gjërat pa vërteta, marrin vend edhe bëhen të vërteta e s'ka zot pastaj që i ndryshon ato gënjeshtra që janë bërë të vërteta. Është hapur gjithandej edhe kur shkruajnë mediat e huaja thonë që qeveria ka shitur ishullin e Sazanit familjes Trumpit. Kjo është e pavërtet. Ne nuk e kemi shitur dhe nuk e shesim ishullin sepse Sazani është pronë e Republikës Shqipërisë, do të mbetet pronë e Republikës Shqipërisë, e para. E dyta, ne nuk e kemi përfunduar akoma sot që flasim negociatën për Sazanin. E treta, nuk bëhet fjalë për të mbyllur ishullin. Pra nuk do jetë një resort i mbyllur, se nuk do bëhet rezervat i privilegjuar. E katërta, projekti i Sazanit ka ndryshuar në proces, si projekt ndërtimi. Pra aty do të ketë shumë pak ndërtime dhe do të ketë një profil kulturor, artistik të rëndësishëm. Dhe unë besoj që do jetë një nga projektet më të bukura që janë zhvilluar në Mesdhe. Dhe bashkë me pjesën përballë Sazanit, që është pjesa private, por që zhvillimi po ndodh në të njëjtën dorë, ku janë përfshirë arkitektë nga më të mëdhenj të botës, do jetë vërtet një zhvillim që do t'i rrisi vlerën në mënyrë të jashtëzakonshme gjithë investimeve këtu. Pra do rritet vlera e pronës së gjithë vlonjatëve si fillim. Do rritet shumë vlera dhe çmimi i të gjitha investimet të reja që po bëhen. Pse? Sepse njerëzit që nuk do shkojnë dot atje, do kenë dëshirë të jenë afër. Edhe do kenë dëshirë të bëhen pjesë e gjës.